Beni, sot komisioni I mandateve e shtyu e qunë për Venecia çështjen Balluku. Dërgimin komisionin e Venecias do të thotë që Rama po blen kohë, pasi Venecia jep opinion, nuk është komision që vendos. Në shumë momente Komisioni I Venecias ka shërbyer në vend të gjykatës kushtetuese të vendit tonë. Dhe kanë qenë aq të shumta kërkesat e dërguara nga Shqipëria, po për hir të vërtetës edhe nga vende të tjera të Ballkanit, saqë gjykatat kushtetuese respektive pothuajse janë treguar inekzistente për çështje themelore. Dhe kjo në një farë mënyrë tregon koncentrimin e parimeve të reformës në drejtësi, por mbi të gjitha dhe ata njerëzit të cilët e përfaqësojnë sot gjykatën kushtetuese, që u kërkohet mendimi për një çështje jashtëzakonisht sensitive për vendin, duhet të kishin dalë me një qëndrim. Për arsyen e vetme që në mendimin tim nuk është e vështirë dhe e dyta ka një përgjegjësi shumë të madhe përpara vendit. Kuptohet që Partia Socialiste me të gjitha mjetet e saj, e para sepse është zëvendës kryeministre, e dyta për të është investuar jashtëzakonisht. Zoti Rama e ka përfshirë 2 herë si zëvendësen e tij të parë, do bëj çmos politikisht që ta mbroj. Por duket që moralisht është shumë e vështirë për ta mbrojtur sepse në një farë mënyrë ka bjerrur shumë dhe moralin e socialistëve. Në mendimin tim Partia Socialiste ka marrë goditje shumë të mëdha nëpërmjet individëve të tillë. Por për sa I përket institucioneve, gjykata kushtetuese në këtë rast kishte tagrin, kohën dhe profesionalizmin që I kërkoi për të marrë një vendim. Duket se do e shtyn në kalenda dhe do kalojë afatit 3 mujor, në cilën kuptohet që çështja pastaj do mbyllet sepse mbyllet me procedurë. Tash jemi mësu këto në mbyllet me procedura, ka vjet që njerëzit këtu në këtë vend. Zoti Basha për shembull Zoti Basha e ka shpëtuar me procedura, që edhe aty është një shifër marrëmends me $100 milion thotë don. Kjo gjendje statu quo-je. A e rrezikon majorancën? Personalisht nuk e besoj që e rrezikon. Por më duken pak qesharake, sidomos nga njerëzit të cilët duan të marrin pushtet, që mendojnë që situata të tilla mund të shërbejnë për të ardhur pushtet. Në pushtet vihet me zgjedhje.